banori vetëm 3.23%. Interesante, ndonjë koment? Po është e pritshme, ne i dim shumicat e komenteve, por nuk duhet të harrojmë kur diçka, që unë e kam thënë edhe vitin e kaluar në fan club. Komentuesit e rrjeteve sociale nuk janë gjithmonë ato që votojnë me celular. Mendoj që në fund të këtij edicioni publiku ulet dhe bën një analizë pak më të gjerë se kush i meriton 100.000 euro. Ti ke një emër se kush do doje ta fitonte sot? Nëse ata që i kanë dhënë Xhestit fitoren janë ata komentuesit e TikTokut, sepse Xhesti është fituesi i kamerave, është gjatë gjithë kohës te kamera, që aty nuk lejohet të jesh gjatë gjithë kohës dhe të flasësh me kamerat. Aty ka lojtarë që kanë më themel, ka lojtarë që janë më të arsyetueshëm në lojën që kanë bërë dhe që kanë më shumë argumenta se Xhesti. Që do të thotë, në qoftë se Xhesti të jepet ky edicion, për mua do të ishte fatal. Okej, por më thuaj një emër përpara se ta mbyllim se kemi arritur në fund të këtij episodi. Unë kam pas kundërshtare në atë lojë dhe unë jam midis dy emrave dhe jam midis Gertës dhe Rozana Radit. Faleminderit, Ame, të falenderoj që ishte pjesë e fan clubit, falenderoj gjithashtu opinionistët Ronaldo dhe Shite. Ne kemi arritur në fund të këtij episodi. Për ata që nuk e kanë ndjekur, mund të na ndiqni në rrjetet e tona sociale edhe në YouTube. Unë ju uroj një të diel të këndshme dhe i dërgoj një përqafim.